Ky zoti Rexha, i cili është i dalluar si propagandist, është dënuar nga gjykata në Zvicër për shkak të propagandës që ka bërë për Sami Kurteshi dhe Ismail Kurteshi. Zoti Rexha ju në 22 janar, në 22 janar, në fakt 26 janar, specifikisht në datën me 26 janar 2022 ju keni marrë dënim, ju keni dalë publikisht, nuk u kanë mashtruar sepse është postimi juaj publik, ku ju kërkoni falje, edhe është në rregull që ju kërkoni falje, sepse gjykata ka kërkuar, është verdikti, kështu që zoti Rexha publikoje që ato unë dalë për studios shkoj. Ju jeni njëri fundit, publikoje ti që ato unë dalë për studios shkoj. Unë ju sfidoj publikisht, për çdo kërkesë që keni, për çdo material që keni t'ia bëni, t'ia depononi qeverisë, t'ia depononi gjykatave, prokurorisë, kujt duhet që ju vendoni. Është shumë e rëndësishme me theksu, është shumë e rëndësishme me theksu këtë fakt. Asnjë moment nuk e kam dëmtuar buxhetin e Republikës Kosovës, përkundrazi çdo ditë punoj për këtë republikë, çdo ditë punoj që kjo republikë me qenë më e mirë se ajo që e keni luajtur ju paraprakisht, sepse ju këtë republikë, ju për këtë republikë keni punuar absolutisht zero. Ju keni punuar për interesat e juaja, ju keni punuar për interesat e juaja. Për këtë arsye, në fakt ju jeni partia e cila nuk po kalon dot pragun, kështu që nuk do duhet të mirë. Ta ndryshojmë vetëm po referohen fillimisht po shkojmë me radhë siç u diskutuan nga zoti Nushi. Partia Demokratike e Kosovës në programin e saj ka një projekt të